Mirëmbrëma të gjithëve. Kjo javë që kaloi, si dhe kjo që sapo filloi sot, pritet të jetë tejet e ngarkuar me ngjarje. Gjatë fundjavës patëm lajmin se qeveria ka hedhur në gjykatën kushtetuese çështjen e çështjes, ka çuar në gjykatën kushtetuese çështjen Balluku, ku e konsideron një shkelje të kushtetutës vendimin e prokurorisë për pezullimin nga detyra e Ministrës së Infrastrukturës dhe të zëvendës kryeministres së zonjës Balluku. Për këtë do të flasim në pjesën e parë, ndërsa në pjesën e dytë të këtij emisioni do të flasim për negociatat që janë zhvilluar gjatë 48 orëve të fundit në Gjenevë mes përfaqësuesve amerikan, të drejtuar nga sekretari i shtetit Marco Rubio dhe të dërguarve të Zelenskit. Por le të nisim të flasim për pjesën e parë për temën e pjesës së parë të këtij emisioni. Le të ndjekim çfarë ka thënë kryeministri Rama të premten. Do të respektojmë pa kushte vendimin e pezullimit të ministres dhe në ndërkohë do të kërkojmë mbrojtjen e pavarësisë së funksionimit të cënuar të qeverisë vetëm tek drejtësia në gjykatën kushtetuese. Qeveria e Shqipërisë nuk ka zëvendës kryeministër dhe nuk ka një ministër të infrastrukturës dhe energjisë që funksionon. Rikthehemi në studio dhe do të flasim prapë të këtë pjesë të parë për çështjen Balluku, e cila është pezulluar nga prokuroria e posaçme pas kërkesës së saj, nga gjykata e posaçme gjithashtu gjatë javës së kaluar. Për këtë temë kam tre të ftuar, kam deputetin e Partisë Demokratike, zotin Besart Xhaferi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit. Drejtuesin e Shqipëria Bëhet, zotin Adriatik Lapaj, si dhe kolegun Poli Hoxha. Mirëmbrëma, zotin. Mirëmbrëma. Poli, cilat janë të rejat më të fundit nga prokuroria lidhur me Ballukun? Shiko, kjo çështja Balluku, Edi Rama për herë të parë, domethënë gjatë 13 viteve, duket që është futur në kolaps, sepse çështja Balluku ka futur në kolaps gjithë skemën 12 vjeçare, por veçanërisht që nga periudha që kjo ka qenë ministreja më e fuqishme e ekonomisë dhe energjetikës dhe infrastrukturës. Nga fillimi, domethënë i procedimit të parë penal që ka qenë në 8 gusht të vitit 2024 nga deputeti Lulzim Basha, që u morë dhe filloi hetimi, pastaj pas një muaj më vonë, po zbërthehet një skem që mund të quhet në kuptimin e plot fjalës të një organizate kriminale, nëse e quajmë veprën e korrupsionit, që ky s'është as korrupsion tipik, por e quajmë vepër kriminale. Dhe nga çdo fije që del, çdo ditë është ngritur një grup shumë i madh atje, sidomos nga BKH-ja apo dhe me të tjerë, nga çdo fije që del, aq më shumë zgjerohet. Filloi me tunelin e Llogaras, vazhdoi me lotin 4 të Unazës së Madhe, aktualisht të 6 lotet janë futur në hetim dhe janë të gjithë tipik. Por nuk mbaron vetëm Pra po hetojnë dhe lotet e tjera të 450 milion euro për këtë Unazën e Madhe të Tiranës. 450 milion euro, të gjitha janë bërë me hiq këtë, vër këtë, paracakto fitusin, ky fitus që ta marrë këtë, duhet marrë dhe Ilirin, ke parasysh atje, domethënë një ndarje llokme në mënyrë, domethënë direkt nga zyra e ministres dhe direkt me përfaqësuesit atje, e implikuar direkt. Por nuk mbaron vetëm me kaq, duket që e gjithë veprimtaria ka qenë copy-paste kështu, për çdo lloj pune, do dalin dhe rrugë 20 milionshë, 10 milionshë. Dhe pjesa më interesante është pjesa e energjetikës. Dhe pjesa e energjetikës është një gërdec apo një incinerator. Nuk është bërë ditur që
ka nisur hetimet? Ka nisur hetimet për sektorin energjisë? Mos ngatro fillimin e procedimit penal me nisjen e hetimeve. Hetimet dalin, do më thënë heton këtë, del kjo nga një bisedë, nga një dëshmimtar që po thirren shumë, e tjerë nga ta arrestuarit që janë brenda dhe po rezulton, do më thënë që edhe sidomos për energjinë e rinovueshme, për ato parqet fotovoltaik të mëdhenj e tjerë, po rezultojnë që janë të implikuar jo vetëm biznesmen, po edhe politikan. Kemi raste që për tendera ose të mëdhenj, shumë të mëdhenj, kompania ka emrin amerikan, është regjistruar në ishuj offshore, andaj nga Oqeania, dhe në fakt zyrën e ka në Beograd. Klaroj pak më këtë si ishkjo? Nga Oqeania në Beograd? Emrin kompania amerikane, së shfarë. Pronësia rinë është në offshore, pastaj filialet të mbajnë në Beograd. Kompania, zyrën operacionale, zyrën e vërtetë ka në Beograd. Do më thënë, historirat të këtij lloji që janë duke u zbuluar. Por më e rëndësishme afari që ata po ecin me shpejtësi, sepse është një praktikë që ka filluar që me Arben Ametajn, dhe vazhdoj me Erion Velin, pastaj me Ilir Metën, me Monika Kryemadhin, me Sali Berishën që ju bë një vetting shumë i thellë, dhe që vazhdon, është hetimi pasuror. Dhe aty do shikojmë shumë çuditëra të hetimit pasuror të familjarëve të zonjës Ballukut të afërme. Është domethënë një dosje e cila zbërthen komplet atë që ne kemi thënë copa, që e kemi ndjerë, e kemi përjetuar, që mungon kjo, që prishet rruga, e tjerë, është e gjitha një skemë e madhe organizatare. Prandaj dhe kryeministri ka ngecur këtu. Ngecur dhe nuk del dot më, sepse patjetër që koka është ai, sepse bëhet fjalë për projekte të mëdha e tjerë. Si e gjykon punën e SPAK-ut për këtë dosje? Të plot, të mjaftueshme? E pambaruar akoma. Me sa po filluar? Pra, të gjitha këto çështje që kanë filluar si procedimin penal, i vijnë nga thjesht një celularet e një individi që është Elvis Berberi, pra. Është fokusuar kryesisht tek ARSH-ja, tek rrugët, por superministria e zonjës Balluku përfshin shumë sektor të tjerë. Pra duhet jemi të qartë, nuk është kapur telefoni zonjës Balluku, se po të kapet ai telefon, pastaj aty ka lemëri, po është kapur një fraksion, dhe vetëm nga ky fraksion i një nënpunësit të saj, po dalin të gjitha këto skandale. Patjetër që puna e SPAK-ut ngele pambaruar derisa ata nuk do shkojnë tek Edi Rama. Momentin që ata shkojnë tek Edi Rama, patjetër që unë mendoj që ajo punë është e mbaruar. Po derisa nuk shkon, është akoma e pambaruar. Do të pyes edhe si jurist. E quan të drejt vendimin e gjykatës së posaçme që pezulloi nga detyra, sepse një pjesë e juristëve thonë që po ka kompetencë për ta shkarkuar gjykata një zëvendës kryeministër, ndërkohë që një pjesë e juristëve të tjerë i konsiderojnë deri me terma të tillë si puç, grushteti, sepse një njeri i zgjedhur, siç është zonja Balluku, nuk mundet të shkarkohet nga gjykata. Ta marrim me radhë, faleminderit për pyetje. E para, gjykata nuk e ka shkarkuar. E ka pezulluar, më falë. Pezulluar. Sepse shkarkimin e bën vetëm organi që të emëron. Po. Gjykata e ka pezulluar. Neni 242 i kodit procedurës penale përcakton qartë që pezullimi mund të ndodh nga gjykata në rastet e masave të sigurimit personal, siç është ajo e masës së ndalimit për të kryer një profesion të caktuar përkohësisht, apo për të kryer një veprimtari të caktuar në funksionet e shtetit përkohësisht. Ose prishjes provave. Në këtë drejtim, në atë zyrën që po jetohet. Po, në këtë drejtim, pezullimi është një tager i plot i gjykatës. Duhet të ndajmë një gjë. Neni 242, që këta mundohen ta manipulojnë, thotë që ky nen nuk zbatohet për të zgjedhurit sipas ligjit elektoral. Po. Ministri nuk është i zgjedhur sipas ligjit elektoral. Por ama individi Belinda Balluku është i zgjedhur. Është deputete, se kanë shkarkuar nga deputete, se kanë pezulluar. Ndahet cilësia. Ata nuk e kanë pezulluar nga cilësia si e zgjedhur si deputete. Ajo mund vjen ku vend vazhdoj punën.
Ata e kanë pezuar, pra gjykata e ka pezuar nga cilësia si e emëruar si ministre. Dhe ministër, për ta kuptuar qytetarët më thjesht, mund të caktohet dhe një person që nuk është zgjedhur deputet. Pra mund të jetë ministri një njeri që nuk është deputet. Toni Gogu. Eksakt. Aktualisht. Që do të thotë që mund të pezuohet si ministër, sepse pozicioni ministrit është i emëruar dhe personi që emëron... Në kushtetut, nuk po kujtohet neni, parashikohet që ministri gëzon imunitetin e deputetit. Po ku ishte cënuar imuniteti ministrit? Në cilën pjesë? Por nuk është pezulluar ministria, ministri në cilën funksion, individi s'duhet të rime në të zyrë, se duhet ta marrim, se ka logjik gjë. Po. Do me thënë, ministria është organi administratës publike, më është... Aty është. është emërim. Ka një drejtues që emëron, kryeministri emëron, kryeministri mund të emëroj dhe mund të shkarkoj çdo javë nga i ministër. Siç ka bërë ndonjëherë. Pas një jave, ky personi që është ministër, zoti Gogu, po e përmendim me qenë se nuk është deputet, po ta shkarkoj kryeministri, do bëhet nami. Ndodh një gjë. Kryeministri të premten tha që kjo është ekskluzivitet, emërimi i ministrit është ekskluzivitet i kryeministrit, kuvendit dhe presidentit. 100% dakord. As po i heqin, as po i emëron njeriu. Kush po e shkarkon? S'po shkarkon. Ai e ka emëruar. Ai duhet ta shkarkoj. Gjykata nuk ja shkarkoi. Gjykata ja ka pezuar. Pse? Sepse gjykata është një proces që po heton prokuroria dhe ajo mund prish provat në atë zyrë, fiks. Pra, në rastin konkret, do që në nderin e kryeministrit ta shkarkonte. Nuk e ka shkarkuar. Atëherë gjykata ndryn, thot me që se ti s'po e shkarkon që ta nxjerrsh nga zyra, po e pezuoj unë. Dhe i dha kohë 10 ditë. I dha kohë 10 ditë kryeministrit. Të jemi të qartë në këtë pikë. Gjykata ka vepruar në përputhje me nenin 242 të kodit të procedurës penale. Dhe kjo nuk ka ndonjë diskutim, sepse është e thjeshtë. Si deputete nuk e pezuonte do gjykata. Si deputete duhet të çonte kërkesë të parlament për të hequr imunitetin dhe pastaj të procedonte me gjërat. Dhe vetëm kur dënohet me vendim formës prerë, ligji e dekriminalizimit. Kjo nuk ka diskutim këtu. Pastaj se duan ta ngatrojnë këta tjetër. Ja thjeshtëzojmë atyre. Është duke u hetuar një zyrë dhe vetë shefi i asaj zyre, që kanë dalë 1, 2, 3, 4, 5 gjëra dhe ndërkohë hetimi vazhdon. Aty janë dokumentat, aty janë njerëzit që kanë firmosur, aty janë njerëzit që do pyeten, që janë pyetur etj. S'mund të ri kjo. Dhe gjykata, prokuroria, bashkë me gjykatën, për mendimin tim, i bën një nder shumë të madh Edi Ramës për t'i plotësuar faqen. Me 10 ditë vonesë, mund ta kishin marrë që në atë sekondë, se s'janë pak 10 ditë. Dhe 10 ditë që ishte për të reflektuar kështu. Ose dorëheqje, ose shkarkim, siç ndodh gjithandej. Të kujtohet ty kur ndodhi vetëm që dolën në Panama Papers? Po. Qindra, dhjetra, zyrtar të lartë, politikanë të ndorëheqen. Apo jo? Dhe për familjar, për emra familjar është ju dilin, jo vetë në kryet dhe sishin e tjerë kanë. Dhe këtu tani, gjithë ky ngërsh, gjithë ky debat bëhet është një përpëlitje, një alibi për të treguar, domethënë që sepse ai nuk thotë që është e pafajshme. As spaku nuk thotë, shore vëlla, më krijo kushtet, thotë, dhe me qenë se ligji ma jep mua, ky njeri nuk duhet të hyjë në atë zyrë, nuk duhet i prek, se nesër do shkoj unë, a vajtën të Ministria e Financave? Pse vajtën të Ministria e Financave për gjobën e bankersit? BKH-ja. Dhe doli lajmi Bastisi. Bastisi është, se në gjuhën shqipe është kur shkon në një farë mënyrë me dhunë. Me dhunën e ligjit, kuptohet. Sepse jo vetëm që kjo është akoma në zyrë, do më thënë, tani s'është, po vazhdojnë të ishte në zyrë dhe duhet vazhdoj si pas Edi Ramës të jetë në zyrë, por këta kanë dhe një gjë tjetër, më Barbara Rama. Këta nuk i përgjigjen asnjë kërkese të BKH-s, të spakut, ore më sill, i thoshte më sill dokumentacionin, i thoshin Ministrisë Financave, më sill dokumentacionin për gjobën që i ke falur bankersit 120 milion sa ishte. Ajo është vepër tjetër penale. Jo, nuk është tek Belinda kjo, jo. Jo them edhe fakti që nuk ja shon. Jo, po ta dhash si shembull. Tani, këta të çojnë letra. Çojnë letra, kjo është atje në krye të ministrisë. Njerëzit e kanë shefe akoma. Këta nuk kthejnë, nuk japin dokumentacionin e dur, sepse gjithë ky lloj hetimi që po bëhet është hetim ekonomiko-financiar. Ky nuk është hetim siç tha Erion Velia, pse çka ka bërë tha ai Edi Rama tha. Qa ka bërë, tha Erion Velia, i tha, as ka vrarë, tha, as është kapur në flagrancë. Do më thënë, po për të në flagrancë nuk është kapur as Nureddin Dumani, që ka vrarë 30 veta.
Asnjë vrasës me pagesë nuk është kapur në flagrant. Tani çfarë duan këta, që t'i kapin me thes në kuris, me thesin me euro, ta kapin në kuris? Jo, do ta kapin me ato procedurat që ke bërë atje. Pse e ke hequr Polin, ke vënë Tikun, pse e ke hequr Tikun, ke vënë Besin. A kemi standard të dy fishte, për shembull, disa zyrtarë ju ka dhënë mas arrestin, ndërsa këtë nuk ju drejtua parlamentit për të kërkuar mas sigurie. Ajo që do nish shkojë. ministra. Dëgjoj. Kjo është Kjo ministra. mbrojtje Si është pyetja? nuk ju kërkua parlamentit. Nuk ju kërkua, nuk i ka quar do në prokuroria, nuk ka quar për zonjën Balluku do në kërkes për mas sigurie në parlament. Do rrugës, po vlla, është rrugës e ka lidhje ka. Masat e sigurimit personal janë dy lloje, masa shtrënguese dhe masa ndaluese. Te masat shtrënguese Janë këto dyja. arresti në shtëpi, arresti në burg, ndalimi daljes jashtë shtetit e me radhë me radhë. Masa ndaluese janë ndalimi për të ushtruar një profesion e me radhë. Tani, për të kërkuar arrestin në burg, Do shkosh në kuvend. do shkojnë në kuvend sepse konsiderohet heqje e lirisë së personit. Për të marrë këtë masën tjetër, vendimi i gjykatës kushtetuese që u dha për zotin Berisha herën e kaluar, e saktësoi këto nuk hynë te kategoria që e kufizojnë personin në ushtrimin e mandatit si i zgjedhur. Kaq, edhe Tha mbaroi. Besi për shembull për telefonin. Apo për shumë gjëra të tjera. Nuk ja bëja ku e ke të mbrojtur zonja Balluku. Nuk i bëjnë dot kontroll të shtëpie pa marrë lejen kuvend. Ka të mbrojtur në arrestin. Tu konsiston të pyetja ime. Përse don ky, ka shumë vetë i thonë do në standardi dy fisht. Jo. Për të tjerët kanë marrë do në masa që ju lejohet të bëjnë kontroll në Jo, shtëpisë. pa vendim kuvend asnjërit. Portokauja daon nga moa, edhe pse të dy janë frut. Nuk përse s'është e tek njëjta gjë. dyqani fruta perimeve me emrin SPAK, njëri t'i jepet moll, tjetri t'i jepet portokall. Të them diçka. Kujt? Tani ne nuk i bëjmë dot 4.7 milion shqiptar me gjithë respektin për çdo banor të Republikës, as gjyqtar, as prokuror, as avokat, sepse bëhet një shkollë e gjatë edhe trajnime profesionale të vazhdueshme. Prokuroria e posaçme, gjykata e posaçme nuk kanë detyrë që të bindin çdo njeri në këtë Republikë që po e zbatojnë mirë ligjin. Pyetja ime konsistonte, ka pasur presion apo jo SPAK-u? Unë mendoj që aludoja. Raporti që zbatuar është i drejt, i sakt dhe po ta them nuk ka standard të dy fish, se po ta shpjegoj. Nëse do procedoj për të njëjtat kërkesa, do zbatonin të njëjtën rrugë. Nuk kanë shkuar për të kërkuar arrest në burg si mas e sigurimit personal shtrënguese. Ose kontroll shtëpie. Nuk kanë mbajt. Po sepse hetimi pasuror Po e kanë mbajt, me thënë të drejtën, e kanë mbajt shumë të rezervuar deri këtu. Mund të thot dikush pse se kanë kërkuar dhe për këtë arrestin në burg. Kjo pra Kjo ngel. Jo, nuk po them të arrest, Edhe për këtu ka shembull, një shpjegim. Edhe këtu pse jo kontroll banese? Edhe këtu ka një Duhet shpjegim. kuvendi për kontroll banese, më janë treguar shumë Po strikt. përse nuk ja kanë quar kërkesën? Ka shikoni një Dhe background për politik, punën, e shikoni donë që hije e zëvendës kryeministrit është e rëndë, a shikoni donë që ka pasur në underground kryeministri e ka mbrojtur. Fusha ime ekspertizë kjo, dhe nuk i kam humba akoma të reflekset e profesionit, po ta shpjegoj. Pas ty donë zoti Xhaferi, po. Sot në fazën në të cilën ndodhet zonja Balluku, vepra për të cilën zyrtarisht është marrë e pandehur, hynë te kategoria ende e lehtë e veprave. S'është akoma për korrupsion. Pra, prishja e barazisë në tendera dënohet dhe në 3 vjet. Se për kaq diskutohet. Dhe në 5 më duket apo. Kjo vepër. Nuk është akoma kategori vepre. Nëse ata do ta marrin për korrupsion pasiv aktiv. E me radhë. Atëherë Atëherë pastaj ndohet pozita dhe mund kërkohet një mas merën. Pra do nga në bazë të veprës penale që për cilën e akuzojnë, është korespondon kjo mas sigurie. Pra është kapitull në vazhdim. Nuk është njësoj shkelja e rregullat të qarkullimit rrugor me vrasjen. Nuk janë Si e gjykon reagimin e kryeministrit, i cili për të parë tha donë që do t'i drejtojmë gjykatës kushtetuese. Deri te ky rast, te rasti i zonjës Balluku, thoshte donë që t'i gjejnë avokat të mirë, pësoja nuk bëhet avokati askujt. Tani, deri diku avokati Erion Vegjisa ju u bë, pra. Ndoshta indirect underground, me atë protest përballë SPAK-ut, por edhe me ato deklarata që i kërcënonte prokurorët e SPAK-ut që mos guxojnë vinë marrin telefonin tim. Pra një sfidë ja bëri edhe për Erion Velin, këtë sfidë po ja bë edhe për Belinda Ballukun, tani kjo ndahet. O është teatr që ai do të justifikohet përballë bashkëpunëtorëve të tij më të ngushtë që nuk po ju lëshoj unë, po sistemi, ose është me të vërtet një sulm që do filloj për ta sfiduar, le themi, SPAK-un, që deri tani ka qenë i dirigjuar, nuk po them në kontroll, po
hapat kanë qenë të dirigjuar. Poli dhe tha, i bën një nder, i lan 10 ditë reflektoj. S'ka asnjë nder pse të bëj një sistem drejtësie. Me njëherë merr manë. Ku konsiston deri? Në thoj zata, Ku konsiston deri? Mi la 10 ditë reflektonte. 10 ditë është o të jepte dorëshin o ta shupra, që nga dita, do të thënë diferenca, nga dita e Maris e Pandeu. Unë mendoj që Edi Deri Rama... te ditja e masave ka është një diferencë Edi të Rama ditë. është në kushte të vështira, sepse normalisht këto afera që janë kapur një copës vetëm nga celularet e një drejtori, përfshin afera shumë të mëdha që nuk shkojnë kur në nivel ministri, shkojnë në nivel kryeministri. Pra, tendera 200 milion euro, tendera 450 milion euro, marrëdhënie gjeopolitike, ndërhyrje të ndryshme, ne akoma nuk dim pasqyrën e mesazheve dhe tek ai celulari aty nën punësi. Kështu që është për tu parë, por e sigurt është që Edi Rama është i përfshirë, siç ka qenë i përfshirë në të gjitha aferat e të shkuarës, të cilat çuditërisht janë ndarë me copza. Të gjithë dim që Edi Rama është i përfshirë te incineratorët, po është ndarë me copza. Janë dënuar ministra, janë dënuar kryebashkiak, po jo te kryeministri. Ndoshta kësaj radhe ka ardhur momenti që ai do goditet më në fund dhe tani normalisht do nxjerrë dhe armët e tij për të luftuar këtë sistem 100% me kapacitetin e tij. Patjetër që regjimet vetëm 10 minuta para se të bien ndjen të forta. Merren vesh, a kupton? A do bjeri, as do bjeri. Ka nevojë dhe për ju. Por shpresa normalisht e shqiptarëve, patjetër ka nevojë dhe për opozitën. Jam dhe unë dhe zoti Lapaj opozit që duhet jemi në lartësinë për ta shtyr atë gjë. Jo. Do flasim për këtë, po të tajzaurojmë. Por si koncept është që një pushtet absolut që ishte ndërtuar në Shqipëri në shumë format kombinuara, si në formën politike që janë numrat, kartonat e tjerë, në formën ekonomike, në formën kriminale, formën mediatike, në formën e shoqërive civile, në gjitha formën, në formën e marrëdhënieve ndërkombëtare, le të themi për fasadën, ishte një pushtet absolut, të cilën normalisht një krisje e brendshme e një digje që mban gjithë presionin e pakënaqësisë popullore, do mundohet që ta rrëzoj. Zonja Balluku thotë se në Shqipëri, sidomos opozita, nuk ta fal suksesin. Nuk ja fal suksesin njeriu të punës. Shiko. Ka një histori kolektive, sepse shikoj dhe në rrjetet sociale, që po e sulmojnë Cilën? Unë personin Balluku, apo... Dhe sociale kem shumë bështetje, zonjën Balluku, se janë tastiera, për atë punë. Shiko. Du tha dhe Rio Velia 3 ditë para se të arrestoj. S'ma falin suksesin. Shiko, e vërteta është që po dëshmohet dita ditës ajo që e kemi thënë, që ky është një shtet WhatsApp-i. Shtet mesazhesh në WhatsApp. Kjo është teknologjia, në avantazhet e teknologjisë. Të lutem, nuk është ashtu. Procedurat, protokoll. Shikon, nëse një ministër zbaton ligjin, nuk bie kur në burg për një tender apo nuk ka si të bjerë. Sepse s'ka lidhje ministri me tenderat. Ç'pun ka lidhje ministri me tenderat? Nuk është hallk fare në atë proces. Ministri është njëri politik, më bën politika kaq. Nuk do të jetë as autoritet. Fare mund të thënë, ndaj dhe institucioni në bazë të ligjit nuk është pjesë brenda në ministri as fizikisht. Po. Është larg. Se ka një arsye pse është ndërtuar ashtu. Ligjvënësi. Nuk e ka lënë as pjesë të godinës, as në një godinë nuk e ka lënë. Ata që marrin vendimet për tenderat janë në një vend tjetër. Po kjo e emëron. Ky është varsi. Po kjo nuk do të thotë që e komandon. Komandon ligji, jo ai që të emëron. Se ai që të emëron nuk të ka pronë dhe jetën. Po e si thot gjikundi do që mos shkel ligjin. Mos të zbato ligjin, shkel ligjin. Të lutem ta ndajmë. Të lutem, është shumë e rëndësishme se dua që njerëzit ta kuptojnë. Nëse një ministër zbaton ligjin, nuk bie kur në burg për këto histori. Kur, sepse nuk ka lidhje me atë procedurë. Nuk ka lidhje me atë. Ç'lidhje ka ministri me komisionin përkatës dhe me ata që vendosin për ofertat? Është ndarë nga ligji. Këta duan dhe i fusin turin në zotri dhe e bëjnë me WhatsApp, shtet WhatsApp-i. Ministri, ndaj parashikon një protokoll ligji, ka një protokoll, çdo institucion, se ti je i vjetër në gazetari. Pse është protokolli? Që ta nis me shkres. Ka ndonjë problem me komisionin, po me shkres. Pap, ngelet aty. Përgjigja me shkres. Pra nëse ne duam të ndërtojmë shteti ndërtohet me shkresa. Me shkresa. Kështu ndërtohet. Skripta manent, verba volant, thoshin latinat. Shkrimi mbetet, fjalët fluturojnë, ikin, udhtojnë. Tani këta ndërtojnë shtet me WhatsApp. E nxore? Jo, nuk nxore. Dire për 5 minuta. Çoja, po jo, hiqe këtë. Po jo, i thot. Po thoj këtij që
marr atë, se po s'mori atë nuk e merr as ky, tani të lutem. Unë e kam thënë shpesh, dhe këto janë filmuara, ne, e vërteta e madhe është që nuk kemi një oligarki ekonomike që komandon politikën, se është një tezë këtu e përhapur kjo. Jo, unë e kam thënë gjithmonë dhe sot po vërtetohet. Kemi një oligarki politike që komandon biznesin. Dhe aty duke qartë, nuk qenë bizneset e mëdha, se ato janë bizneset e mëdha, flitej për 200 milion euro, 100 milion euro, nuk flitej për gjëra të vogla. Nuk janë bizneset që imponojnë qeverin dhe e korruptojnë atë. Pra kishin shkuar ata dhe e kishin korruptuar. Jo, më kjo vendoste kush e merë dhe kë merë nën kontraktor. Pra bën vesh shiun dhe diellin. Dhe këtu ti kupton qartë që bizneset e mëdha, ato shumë të mëdhat në Shqipëri, janë thjesht prestanome të pronarve politik që janë sot në pushtet. Kjo është e vërteta. Pronar të kompanive më të mëdha në Shqipëri sot janë politikanët. Dhe kjo është e vërteta që Spaku po e zbardh dhe për këtë i lumt dhe të dish një gjë. Unë, duke qenë i fushës, mua nuk gëzon arrestimi asnjë njeriu. Në një do thotë, ore, si e thua ti këtë edhe... Sigurisht. Këtë e flasë si avokatën, si njeri i ligjit, që e kam parë nga afër. Nuk më gëzon mua të dëgjoj që u arrestua një njeri, se arrestimi njeriu do të thotë që një nën mungon në shtëpi, një motër mungon, një fëmijë mungon, janë trauma për shoqërinë, për njeriu, për familjen. Po nga ana tjetër, si pasojë e kësaj sjellje barbare me shtetin, barbare i nderuar, sjellje barbare me shtetin, sot në këtë vend janë shkatruar mira dhe dhjetra mira biznese, familje, njerëz që emigrojnë, ilaçe që nuk ka. E dini ju, merreni, shikojeni pak tabelën dhe këtë e them me përgjegjësi të plot. Shikojeni çik të rilindjen urbane të famshme, se aty ka thagma, po do dalin. Ja të them unë tani. Se thagma është një kështu metaforë pak folklorike, po çfarë? Po ja do të ta them unë tani. Aty janë 900 kusur rreth 1 miliard euro të hedhur. Po janë zbukuruar qendrat e disa qyteteve dhe shumë mirë. Por, ndër 6.000 biznese ndërtimi që ka Shqipëria, si pas verifikimeve të mia, në qendër kombëtare të biznesit, e dini ju sa i kanë marrë 500 milion euro nga këto? Sa biznese në Shqipëri? Sa? 5. 5 biznese të Shqipërisë në ndërtim kanë marrë 50% të gjithë parave që është rindërtuar rilindja urbane në të gjitha qytetet. 5. Në 6.005. Tani, nuk të mbane... Ai që ka vetëm një lopate, një karrocë. Ai s'mundet ta marrë. Jo, nuk është ashtu. Të ta them dhe të dytën pse është thagëm. Shkoni dhe merrni shëtitorin e Sarandës. Po të them një rast që di unë. E dini sa nën kontraktor ka? Sa? Po e di ç'ndodh me skemën këtu. Sa është ajo? 800 metra s'është ajo? S'është 800. E ka marrë i madhi dhe ja ka dhënë 20 veçë. Çfarë ka ndodhur me këto të pesta? Po, se një shëmti është ajo do. Dëgjoj çfarë ka ndodhur me këto. Ka qenë më e bukur që në kohë. Po të thash një rast, po të hym ka shumë, të thuaj se të gjitha. Shi që ka ndodhë. E ka marrë ky i madhi? Tenderi. Po pra. Ky i madhi ta ka dhënë ty, me në kontraktim. Ti dyti, ja ke dhënë ati. Jo, nuk mjafton kaq. Ai dyti, ja ka dhënë ati të treti, si dhe në 8 nën kontraktime. Jo. Deri në 8. Ka fituar 8 kompani me lekët e popujt këtu. E ka marrë unë, ta kam dhënë ty. Me nën kontraktim ja ke dhënë ati, ai ja ka dhënë ati, dhe në fund e ka ndërtuar i 8. Dhe përfundon filësia zhë, di pse? Se e marr unë marr pjesën time, ta jap ty merr pjesën tënde, e merr ai merr pjesën e tij, ai pjesën e tij, dhe në fund ai që e merr i fundit për ta ndërtuar, ai që e merr i fundit, detyrohet atje që të hedhë zhavor pa çimento. Kjo është e vërteta. Ti futet prokuroria këtyre që të mund, dhe do t'i futet, dhe është kështu siç ta them unë. Kjo është edhe te pallatet. Shkoj që ta kuptojmë. Ka një pyetje kështu që thonë, dhe kjo është e vërtet, pse ndërkombëtarët, amerikanët, europianët, sot Dumani nga Brukseli thatë, ndërkombëtarët vinë ditë për ditë në SPAK. Vinë çdo ditë. Dhe pse mbrapa kësaj ngritjes së stekës, jo vetëm deri te Balluku, po që do shkojë deri te Rama, ka marrë një mbështetje të fortë edhe të dedikuar. Baba Rama, nuk të bën përshtypje ty që javën e kaluar ditën që ishte protesta e parë, në orën 9:30 të darkës, vjen me avion special nga Gjermania, që po mobilizon popullin e saj, sepse janë në fije të perit me Rusin, edhe çfarë halli shkart, ministri i jashtëm Van de Ful, vjen në Tiranë, i jep 5 minuta dorën homologes si protokoll Elisa Spiropali dhe rrit 2 orë në SPAK. Çfarë do ministri i jashtëm gjerman? I jashtëm gjerman 2 orë në SPAK. Grupet kriminale. Dhe çfarë ka ndodhur? Tani dua të vijoj këtë të kësaj, dhe këtë e kam me informacion.
Ato 5.995 kompanit e tjera, që detyrohen dhe të poshtërohen, të punojnë për copën e bukës për këta, ose ndonjëherë gjejnë mundësirat të tjera, ose të mbyllen. si mendon ti, Babaron? Dërgojnë ankesa të ambasada amerikane, të ambasada gjermane, madje ka dhe që kanë lobuar në SBA të tjerë dhe ju kanë treguar realitetin. O zotrinj, ju ka thënë, ne sym dot me ndeshmëri, me kështu, nuk hym dot, kur hyn na flakin. Dhe ky është bërë një problem ndërkombëtar me këtë që ka bërë ky. Sot, ambasada amerikane njoftoi që gjithë investimet e huaja se është dhe loja tjetër, dhe ato që thotë që i kanë të huaja, i kanë politikanët shqiptarë sepse i mbulojnë me offshore. Sot ambasada amerikane tha që Shtetet e Bashkuara kanë marrë në dorë verifikimin e çdo investimi të huaj që futet në Shqipëri. Se nuk po merret vesh. Pikërisht tu qëndrojmë. Me ndryshimet, zoti Xhaferi, me ndryshimet në Shtetet e Bashkuara, me ndryshimin e administratës, a ka reflektim edhe në punën e SPAK-ut tonë në Shqipëri? U fol që ekspertët amerikanë u larguan nga SPAK-u, pastaj u rikthyen me njerë pas 2 javëve. A janë amerikanët pas tyre hetimeve, sidomos në këtë rastin e fundit, apo kjo është një legjendë urbane dhe... Shpresojmë. Normalisht duke marrë dhe deklaratet e ambasadës amerikane 6 muajve të fundit, i është vënë shumë rëndësi goditjes karteleve drogës. Pra, SPAK-u është krijuar për 2-3 kolona. Kolona është korrupsioni dhe kolona tjetër është krimi organizuar. Kështu që edhe atë vizit ministrit jashtëm gjerman mund ta besoj të lidhur me krimin organizuar shqiptar që operon tashmë globalisht. Kanë dalë bashkë. Ky korrupsioni me krim parate. Okej, janë bërë fuzion se po pastrojnë. I ke asfalt. Po këtu doja dilja pra. Pra doja dilja që krimi organizuar sot po pastron parat në Shqipëri dhe po i pastron duke dhe marrë tendera, duke krijuar kompani, duke marrë punë publike dhe pastaj me ato para publike ka blerë përsëri drogë. Se ka dhe raste të tilla. Është bërë biznes krimi organizuar. Është futur leku i prokurimit publik, është futur për sponsorizuar dhe tonelata kokaine kudo. Tani... Si lekët e fituara nga asfalti përdoren për të blerë kokainë në Amerikë Latine? Po, janë ka ndodhur. Ka Babaron, ndodhur dhe ka dosi specifike. Të i them një gjë nga Suel Qela tek ato që dolën. Ju thot këtyre shokëve, ju thot, ore thot, kot merremi me këtë neve, thot tani, që nga mirë me këto, kur filloi merrte tendera në Elbasan, kur mori, e ke përshtat që nga mua bet kot këta rrezikoj me këtë tjetër, ai vazhdoi me këtë rrugën këtej me punët publike. E kupton? Se dhe ata kot nuk investojnë politik. Shko, kjo është skema tipike. Jo, dhe nuk investojnë kot politik ata, kupton? Ju e dini në Itali, kush qenë investorët më të mëdhenj në jug të Italis? Amora, jo, unë kam parë rrugën investime publike. Kam parë rrugën Reggio Calabria Salento, autostradë që ka nisur para 40 e ca vjetëve për të ndërtuar, dhe ajo do në akoma pas 40 vjetëve nuk ka përfunduar së ndërtuari, dhe ajo është paka shumë si kësaja shëtitore së Sarandës që kalon dorë pas dore, dhe ende nuk ka përfunduar. Por ka një problem të ministë. Grupet kriminale shqiptare përsa ko nuk ishin të lidhura me ekonominë shqiptare, pastrimin e parave, tenderat e gjitha, ishin problem për vendet ku operonin. Momentin që fillojnë e lidhin me Shqipërinë pra aktivitetin e tyre të fuqizimit ekonomik, pastaj dhe Shqipëria është e lidhur tek hetimet e tyre. Vetë edhe administrata shqiptare. Dhe kam për të dalë rastet që ministra, drejtues, deri në nivel kryeministri që këto kartele janë të mbështetura. Për herë të parë përdoret fjala kartel për shqiptarët. Kanë qenë banda, kanë qenë organizat kriminale, nuk është përdorur kur fjala kartel. Dhe ta përdori vetë Departamenti Amerikan i Shtetit fjalën kartel, do thot ka pas dira. Te gjysma tjetër e punës së SPAK-ut, që se atë kemi temën e emisionit, don korrupsionin dhe në rastin konkret rastin e zonjës Balluku. Shiko. Si e shpjegon që Rama le temi ndryshoi qëndrim? Mos ndjen një lloj tejkalim kompetencash të SPAK-ut, mos po bëhet Shqipëria një republikë prokurorësh, kishton shumë veta? Shiko, ekstremet gjithmonë sjellin ekstreme. Nuk po bëhet, sepse si mund t'i dilet ndryshe në një republikë ku edhe kur kapen gafil, nuk japin as dorëheqje, as nuk je shkarkon njeri. Ma thua do ti mu. Ta marrim me radhë. Tani, zoti Rama, deri para pak kohe, mbante qëndrimin që përgjegjësia është individuale. Apo jo? Po. Unë besoj që përgjegjësia është individuale, në kuptimin e përgjegjësisë penale.
Pra penalisht çdo njeri përgjigjet vetë. Përgjegjësia publike, Politikisht, kolektive. përgjegjësia shkon pak më gjërë. Tani, nuk e vini re ju që, ndryshe nga rastet e tjera të zonja Bauku, hapur, zoti Rama ka kaluar në mbrojtje kolektive? Se sa ko hynë në një kurs përplasje me organet e drejtësisë dhe nuk e shkarkon zonjën, përkundrazi del mbrojtje, e ka marrë në mbrojtje. Tani më thoni ju mua, pse deri dje përgjegjësia që individuale dhe sot u bë kolektive mbrojtja. Çfarë halli ka ky? Mos te zonja Bauku ka ndonjë hall? Që përfshi. Mos te kjo çështje ky është pjesë e gjës. S'po them si qyshtek, po mund ta ketë çuar zonjë Bauku drejt asaj gjëje. Se çuo gjik, më thoni ju mua tani. Ja më ta marri me radhë. Se ajo e tunelit të Llogaras, unë e kam thënë shpejt, ajo bënde mu. Shkohen, bëhet një tender, del dhe e fiton njëri me vlerë 100 milion euro. Pas pak kohë, zhbëhet ky tenderi dhe e merr tjetri me 190. Dhe aje Ky që e merr ja jep këtij të parit që ju zhbë. Tani ky ministri që ndërhyri, përse mos të ndërhynte herën e parë? Përse duhet të bënde gjithë këtë akrobacinë e madhe? Mos ka ndonjë ndërhyrje këtu? Kështu që në këtë drejtim, unë mendoj, besoj, dhe jam i bindur për këtë, që zoti Rama tashmë de juro dhe de facto nuk e ka më legitimitetin moral për të qëndruar kryeministër i këtij vendi. Nuk e ka. Ai duhet jap dorëheqjen, nuk është çështje e zonjës Bauku tani. Zoti Rama duhet jap dorëheqjen. Vendi duhet të shkojë në një qeveri tranzitore, jo teknike, tranzitore, që ta përgatisë vendin për zgjedhje të ardhshme në një fazë sa më të shpejtë, Me të legjislacion përgjithshme. të ri, Po, të përgjithshme politike, duhet një qeveri e madhe, nuk po themi pajtimit kombëtar, po tranzitore të përbëhet nga figurat autoritete morale të shoqërisë, të cilat kanë një mandat të azëm 12 muaj. Pra mblidhen gjithë partitë politike, vendosin që qeveria e kësaj republike për 12 muajt e ardhshëm do jetë me këto objektiva dhe personalitete. Dhe kjo qeveri ka objektiv: 1, reformën e ligjit elektoral, gjithë ta miratojmë; 2, çuajin e vendit në zgjedhje të lira dhe demokratike, dhe pastaj kush të fitoj në një palë zgjedhje të lira dhe demokratike, të vendoset standardi, të ecin përpara dhe vendi të çtensionohet, sepse kështu siç është vendi, nuk është mirë. Ndokush mund mendoj që këta kanë çdo pushtet. Ky është momenti kritik që duhet pas kujdes. Pse? Se nëse ti i ke të gjitha, je makut, dhe drejtësia të gjën në flagrancë, që je duke bërë një shkelje të madhe, dhe ti prap me arrogancë i imponohesh gjithë shoqërisë, dhe nuk ka mjete demokratike për të rivalizuar ty, se cilat mund jenë mjete demokratike kur ti përdor 183.000 personat punësuan në administrat, fal 3 ditë para zgjedhjeve 150 milion euro, legalizon mira objekte, jep licenca lart e poshtë, ndan leje ndërtimi pa kriter, sepse do që bën dhe një ligj zgjedhor si bën një ligj siç e do vet, blendet sa deputet nga opozita ande e këtej për ta bërë ligjin siç e do vet, më fal. Po kështu, po si do bjerë kështu? Po nuk është ndërtuar ky shtet, që të jenë funksion të bjerë, sepse në këtë situatë politike të krijuar, ku skandalet harrojnë njëra pas tjetrës. Si shpjegohet domun që as qeveria nuk po bie dhe as opozita si e vjetra dhe e reja nuk po ngrihet? Opozita është brenda skemës. Bëhet fjalë këtu, nëse do flasim për klasën e vjetër politike. Po dhe e reja nuk është. Dhe klasa e vjetër politike është sistem. Kush e njeh teorinë e sistemeve e di shumë mirë që po të heqësh një pjesë të një sistemi dhe ta zvendësosh me atë tjetër, sistemi ngelet. Çështja e emrave tashmë është bërë e kot. Duhet zhbllokuar sistemi, sepse sistemi ka një rezervuar shumë të madh. Ai rezervuar, qoftë edhe te çështja Balluku, furnizon edhe opozitën, siç furnizon gjithë etj. Madje Balluku, do ta shikoni, do të dalë një tip me Gonigal, siç bëri Edi Rama. Ç'lidhje ka Balluku me Gonigalin? Do pendohet pra do rrëfe. Edi Rama bëri me Gonigalin kundra opozitës, kundra Partisë Demokratike, Lulzim Bashës, se dim gjithë kurthin që doli pasaj hapur. Detyrën këtu në Shqipëri për çarë, për të blerë, për të ashu opozitën, e ka patur kjo nëpërmjet bizneseve të afërta etj. Do ta shikojmë rrugës, diçka ka dalë. Çështja këtu është që kjo që thot Dretiku është e vetmja rrugë, sepse
këtyre ju është dhënë dhe koha edhe për të tërhequr, dhe për të dhënë dorëheqjen, dhe për të negociuar, edhe për të amnistuar në një farë mënyrë. Ju është dhënë e gjithë koha e duhur që nga 2016. Ndryshe nga gjithë klasat e tjera, të tjera nuk e kanë pranuar, përkundrazi, siç deklaroi sot Dumani, ne kemi qenë dëshmitar që krijuar një front kundra drejtësisë, sidomos kundra SPAK-ut dhe GKK-s, front kriminalo, politiko, ekonomik, mediatik. E tha sot ai, presion, kërcënime, gjitha, të treja këto. Dhe tha, por ne e kaluam këtë, kemi krijuar atë imunitetin ton. Tashmë këta me votë sikin Baba Rama. Me dorëheqje sikin. E vetmja mënyrë është, e kupton ti, kur e thash unë atë 10 diçin, e thash 10 diçin në kuptimin që o jep dorëheqjen ose shkarkoje, e ke parasysh. Dhe këta prap, as për raste individuale, këta nuk tolerojnë fare. E kanë ndarë mendin deri në këtë pikë. Dhe këtu jemi në betejën finale. Kjo është beteja finale. Edi Rama ka arritur në këtë pikë. Ose do reflektoj dhe madje është edhe në kohë të negocioj fatin e vetë personal në kuptimin jo penal, ose do ta bëj, do ta çliroj këtë sistem, Nuk mban kjo historim. Ose bashkë me, ose të shkoj të bashkohet me Sali Berisha. Po vazhdon. Jo, Gjendja stanjative. Para stuhisë është betejja finale, Baba Rama, dëgjoj se nuk mban më kjo histori. Ta them nga informacionet që kam unë, SPAK-u edhe brenda pa ardhur vitit. Po nuk i mbush kutit e votimit SPAK-u, Poli. Pikërisht. Po ta thash pra me vot nuk ikin këta. Po. SPAK-u do vazhdoj përpara, mo ti mblidhu shtator në zyrti. Se kush e mori peng njëri tjetri nuk e dim. Ri shtator në zyrti, herën tjetër do rish 14 orë në zyrti. Herës tjetër do të nxjerrin. Po, sepse tani dëgjoj një sekond. Dhe pse ta thash, këta ka zgjedhur këtë rrugë. Ata që duan ndryshimin e sistemit, kanë zgjedhur këtë rrugë, që është vetëm drejtësia, SPAK-u dhe ti s'është se s'ke bërë, s'ke lënë gjurmë. Dhe kjo është një betejë finale, e cila ka dy rrugë. Këta të pranojnë këtë variantin që thotë dhe që ka qenë gjithmonë në tavolinë, këtë variantin dhe thotë, dëgjo, çlirojni sistemi, bëni demokraci funksionale, se korrupsion do ketë, krim të organizuar do ketë, prokurori do ketë, politikan të ashtu do ketë, por jo skem, jo sistem, se shkapur dhe demokraci. Grupi strukturuar kriminal që ka marrë shtetin më. Jo skem e gjithë demokracisë, dhe ose do ta çlironi, dhe kush është finalja, ose këta do mblidhen shumë shpejt, do mblidhen që ju duhen 94 vota, ta marrin dhe sepse çdo gjë burron te parlamenti, ai është thua ti. I kanë votat. Ai thot organizat kriminale, ky tjetri thot Republik prokurorësh po më marrin kompetencat, shkon në parlament, bashko votat, hiqja kompetencat, tregoj SPAK-ut ku e ka vendi dhe GKK-s dhe gjithë të tjerave, dhe e bëjnë dot. Këtë do shikojmë. Por një gjë të garantoj Baba Rama, letrat e këtyre, vetëm kohë janë duke fituar, letrat e këtyre janë bërë në mënyrë aq profesionale dhe janë këtu në Tiranë, janë në Bruksel, janë në Washington, dhe e ke parasysh nuk ka burr nëne, edhe sikur SPAK-un ta shkrin, edhe të marrin të vënë kushurinë, edhe dhëndurët, edhe këtë duan, edhe fëmijët prokuror atje, ato letra janë atje. Në qoftë se duan të izolohen pastaj dhe t'i hapin luftë perëndimit, unë këtë dua. Unë Biles kur dori lajmi që po diskutoj çfarë do bëj Edi Rama atyre brenda shtatorëve, unë kam thënë do zoti e zëj nati, e ke parasysh da hap. Çfarë po bën opozita? Ja unë pash ty vetëm një WhatsApp, aty ku kishte rënë ai shkëmbi në rruga e Korçës. Të s'dilni vëlla, doli opozita e vjetër mshesh, një grush njerëzish, ju vetëm një TikTok, po. Më pyete. Ishin në kohë reale këta. Sa se kishin me takim, si ishin korrekt, si Dhe mbi të gjitha do pse si mbështesin njerëzit o zotri. PD-ja e la të hap për sot në orën 6. Ndërkohë, si ishte marrë masa për Ballukun, si ishte mbyllur, si ishte ngujuar Balluku. Dhe këta korrekt këta si orë zviceriane. E la në orën 6 fiks, gjëndi bën protestën. Të paktën se kam këtu Adriatikun, unë e kam kritikuar shumë, sidomos për periudhën që ndodhi me 11 majnë, por të paktën Adriatiku me Agron Llapaj, flak për flak, se s'është problemi aty. Problemi është që ti përgjigjesh situatës flak për flak, me 100 veta, 200 veta.
E ke parasysh, ti tregon atij që vlla kur je aty brenda, ka sa shumë. Kjo është diferenca. A ndjere që ishin pak atë ditë? Shiko. Për të mos të ndonë një numër i papërfillshëm njerëzish. Të t'jap mendimin Po. si e kam. Nëse mendoni që kjo çështje do të mbaroj apo ka mbaruar, e keni shumë gabim. Kjo çështje do të mbaroj me dorëheqjen e Edi Ramës. Si? Ose me vetvrasjen politike të Edi Ramës. Kaq di unë të them. Kjo çështje do të përfundoj me dorëheqjen e Edi Ramës. Se këtu o vdes Republika, Bravo. o dorëhiqet Edi Rama. Nuk ka rrugë tjetër. O fiton njëri front o fronti Se tjetër. po kaloj ai këtë histori pa dorëheqje dhe kjo qeveri vazhdon, çfarë mund të ndodh pastaj? Po nëse prisni ju që Edi Rama t'i bëj vetë gjërat, nuk i bën vetë ai, se s'ka pse t'i bëj vetë. Po ndaj ka gjithë enturazhin. Këtu o bie Republika fare, o vendi do vej në qeveri tranzitore dhe Edi Rama do duhet të hyjë në zgjedhjet e tjera nëse arrin dhe në zgjedhje. Si një njeri që nuk e dhunon, Pëseja duhet. që nuk e dhunon administratën, që nuk e kërcënon biznesin me tatimorët, që nuk e detyron administratën të bëj lista në diaspor me nga 5 emra, që të gjithë i din këto, janë të vërteta, që nuk e përdor krimin Po i bën prapa ja. si agjensi politike për të marrë e bler votat në përzona. Tani, do flasim seriosisht tani, a doni ta ndryshojmë këtë Republikë? Unë po të them tani, tani unë isha në Cërrik tani, në zgjedhje, o përbava. Isha në Terrenova. Mirë keq në një bashki dolëm, gjetëm guximin dolëm. Nga 6,3%, vajtëm 13,4%. E të dyja palët bashkë, dhe o vjetra dhe e reja 25%. Dale. Po dale, po... Morë Po zotri, je brenda dale. ti sistemi mo babarama. Sistemi që është ndërtuar, po të Ajo them, vërtet është një mekanizëm, Po votat për ta ndryshuar e ka ai prapë. po dhe njerë, Nuk e ndryshon vota dhe babarama. njerë, o bje Republika fare, o Edi Rama duhet iki. Nuk e mund do ti me këtë sistem që ka ndërtuar. Nuk ka, s'ke si e mund politikisht me vot, sepse është projekcionuar një sistem që çon kaq vota nga administrata, kaq nga krimi, kaq i blenj, është matematik tani. Kaq patronazhisë. Por zotri, a është 10 miliardë euro buxheti në vit? 8,6. Ka e tjerë. 8,6. A projekcionohet 10? Po. 8,6. Po. 8,6 her 4? Vend rreth 44 miliardë? Po. Ha? 36-20. Me 10 miliardë. Pra, nëse buxheti është 10 miliardë, shkon 40 miliardë. Si shko ka, nga 10 miliard shko ka 20? Po për 4 vite, më 10, Ah, her po, 4, për 4 vite, po. Para. Ha? Po. Tani për 20 miliardë euro buxhet, që mund vej dhe më shumë, 20 miliardë euro buxhet, ti mendon se këta e kanë problem që të harxojnë 500 milion euro për të bler vot. Me 500 euro një vot. 1 milion. Pra nëse niset qeveria me idenë e keqe që të përdor pushtetin e saj për të bler vot, për të kërcënuar vote me radhë, Po pyetja ime ishte përse njerëzit nuk dalin? Nuk ka opozit po babarama. Kot. Nëse Të dëgjojmë mendon- opozitën. po të shpjegoj. Nëse mendon se kjo çështje ka mbaruar, Opozita. mendoje, unë po të them nuk ka mbaruar. Kaq di unë, pastaj mund ta kem gabim, koha do e tregoj. E njëjta pyetje. Unë besoj se njerëzit, si që janë në ditën e zgjedhjeve të trysnuar, janë trysnuar dhe 4 vite gjatë regjimit, pra gjatë koklavitjes, interesave, të frikës, blerjes, paras, e çdo gjë e tjetër. Dhe pa tjetër që terrori është i vazhdueshëm. Unë jam kryetari i forumit, kam një organizat me antar, i shoh, antarët trysnohen, jo vetëm nga sistemi, po trysnohen nga familja, se është trysnuar nga sistemi. Pra, sot jesh opozitar dhe aktivist, është heroizëm. Po sepse s'dalin njerëzit në shesh. Po ne jetojmë sot në një epokë që ai ul dronin të fotografon. Ka civil sa dush që të fotografon. Ka nequr njerëz nga puna këta pse kanë dalë në protestë. Ka nequr njerëz nga puna pse kanë dalë në tubime dhe në takime, mitingje etj. Pra, nëse do i pranojmë këto kushte që janë reale, patjetër që njerëzit e kanë frikën e lartë për të dalë. Por, si që thash dhe në fillim, regjimi
deri në një moment duket i pathyeshëm. Momentin që do vritet frika, njerëzit do dalin. Ndoshta frika s'është vrarë akoma. Dhe këtë frikë, a duhet ta vrasë një inspirim më i lartë, një shpresë më e lartë, një opozitë më aktive? Po më patjetër më. Nuk je heq unë detyrat që duhet bëj një opozitë. E sidomos një opozitë që duhet ringrihet nga një masakër elektorale për herë të katërt që ndodhi pra, në 11 maj. Dhe nga zgjedhjet të pjesshme që Komisionere Kos tha që ishin zgjedhje të lira dhe të ndershme. Lera me atë komisionerën Kos e kena pas dhe Juri Kimin në. Pra, tani komisionera Kos, kur hedh poshtë raportin OSB Odirit, nuk di çfarë them, pastaj ajo është vullnet politik. Komisionera Kos është vullnet politik. Do ta thot, le ta thot, nuk ka asnjë problem. Për mua ajo, gjë që të më bëj mu të besoj se zgjedhjet ishin të lira ndershme, unë se besoj. Unë lexoj raportin e vëzhguesve. Në raport nuk thuaj. Si nuk thuhet raport? Nuk thuaj që ishin të lira dhe të ndershme. Pikërisht pra. Unë atë besoj, nuk besoj vullnetin politik të një individi që vjen. Sa do rëndësi politike mund të ketë, ore mund të thotë presidenti SBA-s. Zgjedhjet janë të mira dhe ndershme. Se ka interes geopolitik në këtë vend që ta thot, po kjo, a i bën të lira dhe ndershme ato zgjedhje? Nuk mendoj se i bën. Tani, nëse ka një lloj pushteti, votuesi dhe banuesi në Shqipëri, është i thot zezës zezë, bardhës bardhë. Dhe patjetër që duhet të ngrihet mbi frikën për të arritur këtë gjë. Detyrat e opozitës janë pa fund listë gjatë, duhet ta bëj. Një detyrë kryesore, duhet bashkohet. Duhet bashkohet në një front, pa çka se kena mendimet e ndryshme, mund të vëm kushtet nga më të ndryshme, për një kusht do jetë prevalus. Të bjerë i Edi Rama. Kushti 2, dakord, një reformë zgjedhore kur të përfshihen të gjithë. Kushti 3, një qeveri në koalicion, e cila rrëzon njëra tjetrën. Gjithmonë Shqipëria qeverisë më mirë nga qeverit me koalicion. Asnjëherë nga parti shtet. Asnjëherë nga parti shtet. Ka pasur demokraci. Pse? Vinte kryeministri në parlament, friksoi se i binte qeveria. Jo vetëm kanë qenë në koalicion me parti tjera, ka pas dhe brenda partisë madhe, ka pas fraksione ndryshme. Është ky rasti politik. Ka pas gjithë këtyre skandaleve. Cila është situata brenda PS-s? Ka lobe, ka individ që kundërshtojnë këtë që po ndodh apo ka për të tërë janë të gjithë të kënaqur? PS është në shok sepse është vetë udhëheqësi i saj. Në shok. Është një udhëheqës i cili e ke parasysh vetëm 2-3 muajt e fundit ka vajtur një 4-5 herë në Arabi Saudite, në Katar, në Emirate. Shembullin e ka ndeje. Një njeri që kur ka mbaruar zgjedhjet nuk ka takuar një zyrtar të qenësishëm perëndimor që t'i jap dorën në kuptimin bilateral etj. Dhe që e di më mirë se neve që jemi këtu se sa po ecin gjërat atje në ato zyrat e ato korridoret e Spakut dhe e ka shumë të qartë ai rrugën e vet. Për mendimin tim është duke bler kohë, sepse ndryshe nga Sali Berisha, ky është pak a shumë është në një periudhë për hir të ndoshta edhe të gjeopolitikës që mund të negocioj fatin e vet personal, po flas, jo penal, por në kuptimin e ke parasysh. Domethënë është si Berisha 2021 që nuk pranoi. Çështja është kjo. Kjo opozitë, Baba Rama, dhe qoftë se vetëm 2 kolona duhet të ketë, sepse sistemi ikën Rama dhe që nga Sureli vendos një Ram tjetër aty, një klon tjetër, e ke parasysh dhe vazhdon. Gjithë çështja është që një opozitë nuk bën vaki fare, një opozitë që merr asiste golash, jo vetëm si ky, si Erion Veliaj, si Ametaj, si tjetri, dhe në vend që t'i bëj gola, i bën autogola. Ata bëjnë punën e tyre, por njëkohësisht ty të vjen një asist si opozitë. Të vjen deri te kryeministri, që mbyllet e detyron të mbyllet në zyrë dhe të t'i shpall luftë Republikës, t'i shpall luftë kushtetutës. Dhe çfarë bën ti? Bën autogola me këto. Dhe kush është që duhet bëj opozita? Çdo lloj opozite, pa emër. 2 gjëra. Opozita shqiptare duhet të jetë pro drejtësisë dhe pro perëndimore. Këto janë. Po të ketë këto 2 gjëra, po të ishin këta pro drejtësisë, këta do kishin ardhur në duar në xhep në pushtet. Por këta e shpallin këtë spakun që merr këta të pushtetshmit, i vën në këtë siklet, e shpallin organizat kriminale. Këta deri dje, mirë që sot e mbyllën gojën, deri dje thoshte i fut Rama. I fut Rama, i arreston Rama. Për ta parë, nëse Rama i shpëton Spakut, ja i fut. Një opozitë absurde, paradoksale dhe nonsens. Nëse Rama i shpëton Spakut, ai i fut pastaj se. Në sensin e logjikës. Dhe ty si do të dalë në shesh, si do të përkratë ty populli dhe do të votoj,
kur thot ai, ore, dakord, aty te Spaku dhe mund të ketë prokuror kështu, mund të ketë ashtu, mund të ketë gabime kështu. Po kjo opozit që del kundra këtyre që të paktën po na kap këta të korruptuarit. Ç'a kuptimi ka? Dhe e dyta, nuk mundet ta mbaroj. Nuk mundesh ta rrezosh. Nuk mundesh Babarama dhe fundit fare. Nuk mundet kur një opozit, nuk mundet kur të ketë një politik e të keqes më të madhe dhe të keqes më të vogël. Ti ke 3 liderët kryesor të opozitës, Berisha, të opozitës Berisha, do të thosh ata madhështorët, Sali Berisha, kryesorin, me çështje dhe me gjyq. Fatmir Mediun, me gjyq, të hapur Ilir Metën në burg që është edhe nga 3 kryetarët. Edi Rama jo. Po pra se Spaku... Po pra, tani se Spaku edhe opozita 3. Tani vazhdoni juve me këtë logjik. Pra, Edi Rama jo. Jo, vazhdoni me këtë logjik, me këtë nënsens, me këto absurditete. Dhe, ore njeriu me 8 klasë shkollë nuk... Ore, u gënjyen deri tani më, që meri Ovelin do t'i merte vendin e qoj Edi Rama. Po tani këtë, Ballukun, Edi Rama për qonë. Ore, pse se me një në premisën, mo që janë ca prokurorati. Pra, janë liderat e opozitës që me qështje, për Edi Rama është pa qështje. Një opozit Babarama e cila thot, Edi Rama ka Blinkenin, kur ishte, ka Bidenin, ka Sorosin, miliarderin Soros, ka Spakun, ka Dumanin, ka miliarda, ka krimin e organizuar, ka kartelet, disfatizm. Ore, nuk ka njeri më të dobët se Edi Rama. Por këta duan të justifikojnë pa fuqin dhe jo kontrastin që se bëjnë dot, sepse dhe Sali Berisha, kur zë në gojë tunelin e Llogaras, e shmang unazën, e shmang lotin dhe specifikisht lotin 4. Sa më e përmendi sot? Sot unazën. Lotin 4. Lotin 4. Protestë se ke dëgjuar. Kur ai veshi murit, dhe sot e vetmja optimizm që pashun atë proteste, dikush ishte që qeshën çik njerëzit dhe u kënaqën. Kur filloi Sali Berisha tregonte me ullësi bisedën që kishte bërë Edi Rama me Belinda Ballukun aty brenda. Lapaj, ç'a ndodh nëse gjykata kushtetuese jep vendim favor të qeverisë? Po do zbatohet vendimi i gjykatës. Jo, ç'a ndodh politikisht, po them. Vendimi është që edhe tani është zbatuar, duhet të jetë i zbatuar. Unë e thash mendimin tim. Unë mendoj që në një republikë që ka arrit në këtë pikë, çështja është që populata duhet ndërgjegjësohet për të kërkuar një proces tranzitor drejt një procesi demokratizues të vendit. Këtu nuk është çështje e emrashme. Unë mbaj mend që në fëmijërinë time, që gjithmonë thuaj do vi kjo qeveria tjetër, do ta bëjmë më mirë. Problemi është që këtu erdhën dhe i bën më keq. Jo, të pyeta edhe si jurist, sepse nëse në këtë rast rrëzohet Spaku, rrëzohet gjykata e posaçme. Spaku nuk Spaku punon, bën dhe gatim. Jo, e kam pyetja konsiston gjetë. Kjo e tulat Spakun apo ndërkohë avancon një dosje tjetër, avancon një kërkesë tjetër, procedurale. Po nuk rrëzon provat Spaku. Ata po të kenë prova, le të marrin vendim çfarë duan. Duhet të kuptojmë një gjë. Një vend që të jetë demokratik duhet të ketë një dualitet dhe një përballje institucionale tërkohës. Check and balance. Pra duhet që një institucion ta balancojë një tjetër, edhe nëse gabon, po nëse gabon ky tjetri e balancon një tjetër me korrigjim. Kështu funksionon demokracia. Tani nëse ajo ndodh, gjykata e posaçme dhe prokuroria e posaçme do të vazhdojnë me themelin e çështjes, se themeli nuk është bën dot ti. Pra faktin që është ndërhyrë për tenderi, nuk është bën dot. Pra këtu jemi duke diskutuar për masën. Masa mund të jetë në gjendje të lirë, mund të jetë edhe me masë ndaluese, mund të jetë dhe arrest në shtëpi, mund të jetë dhe detyrim, e diti që shumë një gjyqtar i caktuar, nëse do isha unë gjyqtar, mund ta jepja. Në një rast caktuar, masa shkon nga shtëpia në punë, nga puna në shtëpi, pra ti të kufizon territorin i cili lëviz, ose ti shkon dhe bën këtë ritual pune në përditshmëri. Pra, ne jemi duke folë këtu për pjesën e masave të sigurimit, nuk jemi duke folë këtu për themelin e çështjes. Themeli i çështjes është një fazë tjetër dhe unë besoj që për shkak të mentalitetit se si qeveriset sot vendi, e daoj në çdo dosje që po hapet, të garantoj të gjithë ministrat sot janë nën terrorin psikologjik që mos nis çështja filan për mua, mos nis çështja fistek për mua. Pse? Sepse pas ka qenë metodë pune, të jesh i bindur ti që çdo çështje që mund të hapet,
këtu gjën përgjegjësi penale në mënyrën si qeverisë Shqipëria. Është metodik pune ajo, nuk ka përjashtim. Çdo dosje po ti shikosh metodika e njëjtë. Është i njëjti stil pune. Jo çdo dosje, or në çdo vepër publike po të fusësh dorën, ta kapësh njërin më kot. Dhe kjo që s'është hapur. Tani, ajo që unë do të thosha është kjo. Këta duhet kuptojnë që është mirë që ky maks të marrë fund së pari njerë për gjithë Për veten e tyre. po të marrë fund dhe për këta. Se po vazhdoj kjo histori, ato do hapen me radhë që të gjitha. Do thua shi, po pse po ikën këta nuk do të hapet. Ka një situatë krejt tjetër vendi fillon hap dimensionet të reja, merr frym, fillon oksigenohet, merr ngjyrë, Nis shpresa. edhe nis shpresa, tensionohet dhe fokusi shpresa tek e pjesë e madhe. fundit. Kjo ishte pjesa e parë e këtij emisioni. Falenderoj të të ftuarit e pjesës parë. Pas një hapësire të shkurtër publicitare do të flasim për negociatat që u zhvilluan në Gjenevë. Ato mes Marco Rubio, sekretarit të Shtetit Amerikan, i cili duket se po luan policin e mirë ndaj Zelenskin, ndërkohë që 2 ditë më parë Zelenskin, presidenti Donald Trump, e konsideroi mos mirënjohës. Nuk e dim, është duke u negociuar për një luftë planesh. Kemi një plan amerikan që ishte negociuar me rusët. Ju paraqit ukrainase, të cilët patën hezitimet jashtëzakonshme. Evropianët e kundërshtuan, përshtatën dhe ata një plan tjetër. Masash pra po bëhet përveç luftës në teren, rreth lumit Dnjepër, po luftohet në Gjenevë dhe në vendet e tjera qarqe diplomatike edhe me luftë planesh. Po këto plane, a do të japim fund luftës dhe nëse ajo vazhdon, a do ketë impakt në rajonin e Ballkanit pas publicitetit.